Me shfaqjen ëndra e jetës në skenën e teatrit me Gjeni ka nisur 16 ditë aktivizmit në Shkodër kundër dhunës në barazinë gjinore, të organizuara nga Gruaja tek Gruaja dhe Zyra për Djem dhe Vajza në bashkëpunim me Bashkinë. Ky është shqetësimi kryesor në i cilit ne drejtojmë punën tonë, luftën tonë edhe ndihmën tonë. Pastaj ka shumë, po thona ne, faktor që influencojnë, jo vetëm pozitivisht, po që influencojnë edhe negativisht, edhe që janë sfida për ne, që kanë të bëjnë me, po thona ne, edhe me legjislacionin, edhe me ndërhyrjen institucionale që mund të vonohet, edhe me kushtet në përgjithësi të vendit tonë, por edhe vetë viktima. Viktima e dhunës në familje ose me bazë gjinore, është një barrierë edhe një sfidë në vete edhe për ne, sepse edhe ajo ka, po thona, idetë e saj, mënimet e saj, pengesat e saj, barrierat e saj dhe na duhet me punu shumë këtë drejtim. Buriqi theksoi se fenomeni i dhunës së familje vazhdon të mbetet shqetësim në Shkodër, ndaj kjo kërkon vlerësim dhe angazhim maksimal për të arritur që të izolohet sa më shumë ky fenomen. Si mjet për shembull organizata, por duke bashkëpunuar edhe me institucionet, kuptohet, që janë shërbimet sociale të bashkisë, qendra rezidenciale brenda Shkodrës, zyra e punës, trajnime profesionale, pra janë institucionet në përgjithësi, ka trajtu 140 raste të reja, ne i thona të reja kur gruaja trajtohet për herë të parë në qendrën tonë. Përveç rasteve të tjera, duke u bashku, të cilat një grup mund të vinë disa herë për problematikat ndryshme, për njerë vjen për këshillim psikologjik, për juridik, pastaj vjen për një çështje divorcit, pastaj vjen për një çështje pronësie. Pra kjo grup përsërit disa problematika dhe duke i mbledh, domethënë këto viktima ose po thona ne këto gra, numri arrin diku 350 që shënon një rritje të lehtë në krahasim me vitin e kaluar. Gjatë 16 ditëve të aktivizmit në Shkodër të Malësisë së Madhe, VAUD-s, PUK dhe Fusharës, do të zhvillohen aktivitete të shumta sensibilizuese në shërbim të edukimit, ndërgjegjësimit për rolin e familjes dhe forcimin e saj, si dhe nxitjes së denoncimit të rasteve të kërcënimeve apo ushtrimit të dhunës. Qëllimi është të ketë një përfshirje sa më të gjerë në komunitet në veprimtari kundër dhunës me bazë gjinore.